edhe krejt lufta dhe propaganda kundër meje e ka një synim edhe një cak, për shkak se në Mitrovic ballafaqohen dy trashëgimi politike. Trashëgimia e PDK-s, e cila ka filluar me ndarjen ose i ka ndihmuar ndarjes në vitin 1999, edhe që ka tentu të rumbullaksohet me projektin për ndarjen e Kosovës në Lumini. Në vitin 1999, unë kam pas familjarë që kanë qenë të punësum në spitalin rajonal të Mitrovicës, që në atë kohë kanë qenë në veri. Edhe në njërin prej mbrëmjeve, kryeministri i qeverisë së përkohshme në atë kohë është fut në spital. Edhe të nesërmen e gjithë stafi shqiptar është largu nga spitali për shkak se është deklaruar që ka marrëveshje. Edhe nuk punojnë si të shqiptar në veri të Mitrovicës. Edhe 2018 anë e di shumë mirë. Angazhimin e Hashim Thaçit për ndarjen e Kosovës, unë e kam kuptuar krye kaput në 2015. Unë e di kur kam qenë i angazhuar në ceremoninë e rivarrimit të eshnave të Isa Buletinit 2015, ka ardhur në mbledhje, u fut në këshill edhe ka insistuar që Isa Buletini mos më varros në buletin. E për çka do thotë edhe Ramush Haradinaj si kryeministër e ka pranuar. Se ka pas mandat tani edhe diskutime që kanë shkuar në zyre, kanë thonë realizohet një proces të rivarrimit të tjetër, largoi eshnat e Isa Buletinit për buletini. Arsyeja ka qenë e qartë për shkak se në atë projektin për revidimin e kufive ka qenë ndarja e Mitrovicës e buletini ka pas me met në Serbi. E tash, që kjo trashëgimia e ndarjes, ku është leju kontrabanda, krimi, referendumi, zgjedhje, dinari, tabelat, funksionimi institucioneve paralele, edhe mos pagesat në sistemin e energjisë elektrike, ku janë përfshirë edhe shumë veprimtaritë e tjera, i është kundërvua Albin Kurti me qeverinë e tij, edhe duke eliminu krejt qito dzeza, edhe ka arrit që 17% të territorit Kosovës me e çliru me një hero afrim bunjakun. Tash, angazhimi i opozitës edhe aleatëve të saj ka në një pozicion të tillë në të cilën vlerësohet që nuk është problem lista sërbska, po është problem Albin Kurti. Si e komenton deklaratin e Hikmeti Bajramit? Skandaloze deklarat, ma skandaloze, unë nuk kam dëgju kur prej kohëve të fundit për eksponentëve të skenës politike. Për hir të korreksis, me zonin Bajrami, sa kam qenë LDK, nuk kam pas ndaj komunikim, po mu ka duk prej në një fazë më hershme prej atyne zonave që mundet me pas një dos të racionalitetin politik, po nuk muna me kuptu as me besu që ka shtyri ato me bo një deklarat ashtë skandaloze. Po duket sikur i ka ardhë kështu prej fundit barkut, që thot populli, ka do lepri, edhe ka thonë krejt ato që ka presionon opozita. Për neve po thojnë, nuk është problem lista sërbska, e lista